Xhamia e Larme, apo ndryshe e njohur edhe si Xhamia e Pashës, është ndërtuar në vitin 1495 dhe e rindërtuar më 1833 nga Abdulrahman Pasha. Është një nga monumentet më të shenjta dhe më të rëndësishme të Tetovës, një vend ku besimtarët e gjejnë paqen shpirtërore dhe ushqejnë në lidhjen e tyre me Zotin. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, kur besimtarët musliman angazhohen në agjerim, lutje dhe reflektim shpirtëror, Xhamia e Larme paraqet një hapësirë të shenjtë që i fton ata të thellohen në besimin e tyre dhe të lidhen me historinë e pasur të qytetit dhe të traditës islame. Xhamia ka një histori të pasur që shkon përtej shekujve, duke e bërë atë një simbol të përkushtimit dhe vlerave të besimit të thellë. Rindërtimi i saj më vitin 1833 nga Abdulrahman Pasha, një figurë e rëndësishme për qytetin e Tetovës, solli një stil unik që i ka dhënë xhamisë një vend të veçantë në zemrat e besimtarëve dhe admiruesve të artit dhe historisë. Ky monument është një shembull i shkëlqyer i lidhjes mes besimit dhe kulturës, duke shprehur një trashëgimi të pasur që mbështetet në harmoninë e arkitekturës dhe frymën e të mësuarit dhe lutjes. Xhamia e Larme është ndërtuar në vitin 1495, është ndërtuar nga 2 motrat mensureve hurshide. Në bazë të gojdhanave, pasi që nuk kemi një arhiv, gjithmonë duke u bazuar në transmetime të gojdhanave, këto 2 motra kanë mbledhur qezin për të martuar, mirë po nuk janë martuar ose për x shkaqe, ato i kanë dhuruar parat ose të hollat që i kanë mbledhur ose arin që i kanë mbledhur për ndërtimin e xhamisë. Pastaj në vitet 1800-ta nuk e dim shkakun përsëri, pasi që nuk i kemi arhivat, është rindërtuar nga ana e Abdulrahman Pashës, pasi që është shkatruar para viteve 800-ta. Në vitin 1833-34 është rindërtuar nga ana e Abdulrahman Pashës. Abdulrahman Pasha, siç e dim, ka qenë pashai më i suksesshëm i pollogut themi, që edhe ka punu mas shumti, edhe ka qenë një ardashës shumë i madh. Dhe e ka rindërtuar, me thënë Xhaminë e Pashës, edhe e ka sjell në këtë gjendje tani siç është. Xhamia e Larme është e njohur për dekorimet e saj të jashtëzakonshme, ku brenda dhe jashtë saj ndodhen motive gjeometrike dhe florale që pasqyrojnë pasurinë dhe bukurinë e artit islam. Në këtë muaj të shenjtë, këto elemente artistike jo vetëm që shprehin bukurinë e besimit, por gjithashtu frymëzojnë besimtarët të reflektojnë për dashurinë dhe përkushtimin ndaj Zotit. Gjatë Ramazanit, kur besimtarët grumbullohen për të agjeruar dhe për të kryer lutje, Xhamia e Larme ofron një hapësirë të shenjtë dhe të qetë për reflektim dhe falje. Kjo xhami nuk është vetëm një vend i lutjes, por edhe një qendër edukimi dhe shpirtërore që pasuron jetën e besimtarëve me mësime të paqëmueshme dhe e bën atë një pikë të rëndësishme referimi në historinë e qytetit të Tetovës. Xhamia është ndërtuar në 2 stile, domethënë në stilin klasik osman edhe në stilin barok. Normalisht që dihet edhe viti, domethënë kur është ndërtuar në vitin 1833. Xhamia me të vërtetë është shumë specifike, është shumë unike. Në përgjithësi xhamit nuk zbukurohen. Në aspektin e zbukurimit, kjo xhami, domethënë veçanërisht është shumë unike. Shkaku se në arkitekturën islame, në përgjithësi, xhamit minimumi 2 metra nuk zbukurohen, domethënë prej poshtë lart, shkaku mos kese dekoncentrim gjatë faljes, gjatë namazit. Te kjo xhamia është bën një çfarë anashkalimi, edhe pasi që, siç thash edhe më parë, Abdulrahman Pasha ka qenë ardashës, edhe pse i kanë bërë ato 2 motrat e kanë bërë për herë të parë xhamin, në këtë formë, me të vërtetë ka një dendje shumë të madhe në zbukurim,
që nuk jemi të mësuar me xhamit në përbot, të jenë kaq dendura në zbukurim. Tani unë du të flas pak për zbukurimet që ka xhamia, edhe çfarë ka. Xhamia njëherë pikë pari duhet ta kuptojmë se është një kompleks, nuk është vetëm xhami. Është pjesa e faljes, është mahfili ka 3 balkona, është njëjtë ashtu si në stilin klasik osman, domethënë lart është për gra, poshtë është për burra, pastaj jashtë kemi çezmën që është për të marrë abdes, pastaj është tyrbeja dhe menjëherë karshi, përsëri nga ana e Abdurrahman Pashës, karshi xhamisë larme është edhe hamami. Dhe kurse mu përballë xhamisë është edhe saraji ku ka jetu vetë Pasha. Pra, kjo është, realisht është një kompleks, nuk është vetëm një xhami, themi vetëm për një vend për falje. Pastaj kemi, nëse flasim nga ana e zbukurimeve, kemi shumë detaje në aspektin e zbukurimeve. Njëherë pikë pari e kemi mihrabin, aty ku falen imami, ku të heqme namazin. Mu lartë, do e shohim atje lartë kemi Lefdhul Gjelalin. Do me thënë Lefdhul Gjelalin emrin Allahu Gjeleshanuhu. Pastaj nga ana e majtë fillojnë emrat e gjithë pejgamberëve që përmenden në Kur'an, duke filluar nga Ademi, Idrisi, Nuhi a.s. deri te Isa dhe Muhamedi a.s. Pastaj poshtë Lefdhul Gjelalit, më njëherë është përsëri prap emri të dërguarit Allahut Muhamedit a.s. dhe janë 4 halifet e drejtë. Poshtë këtyne janë të shkruajtur edhe 2 emra, 2 nipërat e pejgamberit a.s. Hasanit edhe Husenit. Pastaj një rend më poshtë i kemi disa ashab të mëdhenj që janë të përgëzuar me xhenet, emrat e tyre, edhe disa ajete dhe hadithe të zgjedhura. Pastaj lart mund të shohim qytete, lumej, det ose liqene. Arkitektura e tyre tam shkaku se nuk ka arhiva, nuk e dim fiks, mirë po mendohet janë qytetet Bllllkanit, disa thonë që janë qytete edhe të Andaluzisë, shkaku se shumë është e përafërt arkitektura me këto objekte. Mirë po mu pak më lart mihrabit shohim detaje, motive nga Stambolli. Po ka edhe nga qytetet tjera, mendohet të jenë si Dobrovniki, Travniku e kështu me radhë. Mirë po, në këtë xhami, ajo që është më unike, që është mendimi personal i imi, është edhe menjëherë pas hutbes, është piktura ose ajo tabloja e Qabës edhe qytetit të Mekës. Kjo është një nga sendet më unike që një nga detajet më unike që gjenden këtë xhami. Ajo tabloja është punuar, mund ta shihni edhe vet, është punuar si me qenë makete, jo si me qenë pikturë. Xhamia kur është ndërtuar për herë të parë ka qenë më e vogël, pastaj Abdurrahman Pasha e ka zgjeruar. Këtë mund ta kuptojmë edhe nga aspekti i minarës, shkaku se i vjen mund në mes minarja. Edhe gjysma e minarës është e vjetra, këtë e kuptojmë nga punime, do me thënë nga materiali i gurit, kurse gjysma tjetër është ndërtuar kur është edhe rindërtuar xhamia. Kurse nga vitet 1400 kemi ajo që ka mbet është edhe turbeja e 2 motrave. Çdo vizatim është në anë, gjithçka është simetrikisht e punuar. Mund ta shohim, domethënë detajet që i kanë menduar edhe ato, mund t'i shohim edhe këtu më njëherë pas kësaj e kemi minarën, mirë po ai që e ka vizatu, këtu vlen të përmendet se piktorët kanë qenë vendas, kanë qenë të Dibrës. Po është që është edhe mburimi me këtë. Kjo këtu, me njerë pas kësaj kjo është dritare realisht, mirë po pas kësaj është minarja.
edhe mos si humbet simetrizmi xhamis, e kam vizatu këtë edhe për me pas edhe si model, se nëse eventualisht humbasin kapakët e dritareve, të kemi një model se si t'i vizatojmë ato. Muaji i Ramazanit është një periudhë e shenjtë dhe e bekuar, ku besimtarët musliman angazhohen në agjerim dhe adhurim, duke kërkuar falje dhe mëshirë nga Zoti, theksoi imami i xhamisë së larme Hafez Emir Efendi Bilali. Ramazani është një muaj i shenjtë për besimtarët musliman, ku përveç agjerimit, vlerat e tij shpirtërore janë të shumta. Ky muaj është i veçantë për shkak të zbritjes së librit të shenjtë Kur'anit si udhërrëfyes për njerëzit. Zbritja e Kur'anit është një ngjarje madhështore që ndodhi gjatë natës së Kadrit, një natë që është më e mirënjohura dhe më e bekuara se mira muaj. Në muajin e Ramazanit jemi në muajin e mëshirës, jemi në muajin e madhërimit dhe lartësimit Allahu xhaleshanuhu, jemi në muajin e adhurimit, jemi në muajin e mëshirës, jemi në muajin e faljes, jemi në muajin e shëndetit shpirtëror dhe fizik. Është obligim nga ana Allahu xhaleshanuhu, Allahu xhaleshanuhu në ajetin në Kur'anin famëlar thot: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi i këtij muaji, njëjtë ashtu siç e kanë patur ato para jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Pra ne në këtë muajin e Ramazanit ne agjerojmë dhe me këtë agjerim ne e madhërojmë dhe e lartësojmë Allahun xhaleshanuhu dhe ne i bëhemi rob krijuesit tonë. Ne e dim se një krijesa kur i nënshtrohet krijuesit, ai është i lirë, edhe qëllimi i këtij agjerimi është, domethënë, njëherë pikëspari është nënshtrimi ndaj Allahut xhaleshanuhu, është madhërimi, është adhurimi vetëm i atij dhe pastaj vijnë edhe benefitet tjera. Normalisht ne për vlerën e muajit të Ramazanit mund të flasim shumë, ndoshta nuk kemi ndonjë limit se sa mund të flitet edhe të shkruhet, sepse këtë e kuptojmë ne sa kanë shkruar dietarët më parë, sa janë duke shkruar tani dhe sa do të shkruajnë deri në ditën e Kiametit. Në gjatë muajit të Ramazanit ka zbritur Kur'ani dhe në këtë muaj normalisht Allahu xhaleshanuhu thotë në këtë ditë të numëruara ditë të Ramazanit është zbritur Kur'ani, si udhërrëfyes dhe dallues i vërtetës nga e pavërteta. Pra, vetë Allahu xhaleshanuhu e ka dalluar këtë muaj, vetë Allahu xhaleshanuhu ja ka dhënë rëndësinë edhe vlerën, e ka veçuar nga muajt tjerë. Dhe jo vetëm është vetëmi muaj që përmendet në Kur'an, domethënë muaji i Ramazanit, mirë po çfarë ka edhe një natë e cila është nata e vetme e cila përmendet në Kur'an, që është nata e Kadrit, ku për këtë çështje Allahu xhaleshanuhu thotë khairum min alfi shahr, është nata më e vlefshme se 1000 muaj, ose nata më e rëndësishme se 1000 muaj. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se një person i cili e kapën, sepse ne e dim nga hadithet, pejgamberi alayhis salam na ka treguar se kjo natë është fshehur edhe mirë po çfarë na ka treguar edhe disa detaje se ku mund ta gjejmë. Kjo është, mendohet, në bazë të haditheve të pejgamberit alayhis salam, ne e kërkojmë neteve tek gjatë 10 ditësh të fundit të muajit të Ramazanit. Dhe çfarë do të thotë kjo natë? Kjo natë do të thotë 1000 muaj i vjen diku të afër 83 vite. Kjo natë është veçuar, domethënë është e vetmja natë e madhe që përmendet nga Allahu xhaleshanuhu, dhe për këtë natë Allahu xhaleshanuhu thotë khairum min alfi shahr, është më e rëndësishme, më e vlefshme se sa 1000 muaj. Çfarë do të thotë 1000 muaj? 1000 muaj i vjen diku të afërsisht 83 vite dhe duke u mbështetur në thënjet, në analizat e dietarëve gjithmonë, domethënë një besimtar që e kapën, që mund ta kapi me ibadet këtë natë, që e kapën me dua, me lutje këtë natë, i vjen se i bën dikun si me bë dua, lutje, ibadet, adhurim për afër
83 vite. Pra, kjo është një nga urtësit, mirë po edhe çfarë është më e madhe, është mëshira e madhe e Allahut xhaleshanuhu, do me thonë që i jep disa bonuse besimtarit të vet. Këtij muajt ne e dim se ky muaj ne themi gjithmonë është muaj faljes, është muaj mëshirës, është muaj i rahmetit ose është muaj i shpëtimit nga zjarri, gjithmonë duke u referuar haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Elus Allahun xhaleshanuhu që të na pranoj gjitha lutjet, gjitha adhurimet që do i bëjmë gjatë këtij muaj, ata që nuk kanë mundësi ta agjerojnë këtë muaj, këtë vit Allahu t'u mundësoj ta agjerojnë vitin e ardhshëm, kurse neve që mundemi ta agjerojmë, Allahu na vazhdojmë na jep shëndetin që të mundemi të agjerojmë edhe shumë vite tjera edhe të arrijmë shumë Ramazane tjera. Unë e lusë Allahun që neve na e lehtësoj edhe të na e pranoj këtë muaj të agjerimit. Ky muaj gjithashtu është një mundësi për të thelluar lidhjen tonë me Zotin, për të forcuar devotshmërinë dhe për të kërkuar falje për mëkatet tona. Muaji i Ramazanit është një thirrje për të qenë më të mirë, më të ndjeshëm dhe më të përkushtuar në jetën tonë të përditshme, duke përmbushur çdo moment me veprime të mira dhe lutje të sinqerta.